Ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i Madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Talha ibn Ubejdillah et Tejmi, ai që dëshiron të ketë kënaqësinë për të parë një njeri i cili ecën mbi faqen e dheut e i cili e ka vënë në jetë zotimin e dhënë, le ta shikoj Talhan, Muhamedi a.s. Talha udhëtonte në një karavan të kurejshitëve për të bërë tregti gjerë në vendet e Shamit. Kur karavani arriti në qytetin Busra, u hodhën krerët tregtar kurejshit në tregun e ndërtuar dhe filluan të zhvillojnë tregti. Ani pse Talha ishte në moshë të re dhe i mungonte përvoja në tregti, ishte mendjepreh dhe largpamës, gjë që i jepte shans edhe atij për t'ju bërë konkurrencë atyre dhe të siguroj fitimin e vet me merit. Gjersa Talha shkonte në tregun i cili gumëzhinte nga njerëzit që kishin ardhur nga çdo vend, atij ndodhe një e papritur, e cila jo vetëm që ishte shkak për ndërrim të rrjedhave të tij jetësore në tërësi, edhe diç më tepër, por ishte edhe përgëzues dhe lajmëtare për ndryshimin e rrjedhave të mëtejme historike në tërësi. Le t'ja lëm fjalën vet Talha ibn Ubejdillahit që t'na transmetoj tregimin e tij prekës. Talha ka thënë: derisa ne ishim në tregun e Busras, kur qenë një prift i krishter që thërret në mes të njerëzve. O jo tregtar, pyetni njerëzit e këtij sezoni tregtar se a ka në mesin e tyre ndonjë njeri nga Meka. Unë qëllova pranë tij dhe nxitova gjerë tek ai e i thash: po, unë jam prej banorëve të Mekës. Ai më pyeti: a është paraqitur në mesin tuaj Ahmedi? Kush është Ahmedi? E pyeta. Ai tha: ai është i biri i Abdullahut, të Ibn Abdul Mutalibit. Ky është muaji i tij në të cilën ai do të paraqitet. Ai është pejgamberi i fundit. Ai do ta lëshojë tokën tuaj, Mekën, dhe do të shpërngulet në një vend, një tokë me gur të zi, me hurma dhe tokë kripore, nga e cila rrjedh ujë. Talha ka thënë: fjalët e atij prifti lanë gjumë të thella në zemrën time. Atëherë shkova me nxitim te devja ime, e ngarkova atë, kurse mbrapa lash karvanin dhe me nguti i amësyna Mekës. Kur arrita në Mekë, e pyeta familjen time: a pati ndonjë ndodhi prej se kemi lëshuar Mekën? Më thanë: po, Muhamedi, i biri i Abdullahut, është ngritur dhe pretendon se është profet, e tashmë e ka mbështetur dhe pasuar atë Ebu Bekri. Mandej Talha tregon dhe thot: e kam njohur Ebu Bekrin, ai ishte njeri i thjesht, i dashur dhe i butë. Ai ishte një tregtar i moralshëm dhe i drejtë. Njerëzit e donin dhe ja pëlqenin kuvendimet e tija, për shkak se ai dinte për të kaluarën, historinë e kurejshitëve dhe se mbante në mend prejardhjet familjare të tyre. Shkova te ai dhe e pyeta:
A është e vërtet se Muhamedi, i biri i Abdullahut, është shpallur pejgamber dhe se ti e ke mbështetur dhe pasuar atë? Ebu Bekri mu përgjigj: Po, dhe filloi të më tregoj lajmin e vet, si dhe dëshironte që të më tërheq për të hyrë me të në Islam. Kurse unë i dhash lajmin mbi priftin, atëherë u çudit për këtë dhe më tha: Eja me mua që të shkojmë te Muhamedi, që ta njoftosh për këtë lajm dhe të dëgjosh se çdo të thot, që të hysh në fenë e Zotit. Talha mandej tregon: Atëherë unë dhe Ebu Bekri shkuam te Muhamedi, i cili ma paraqiti Islamin, lexoi diç nga Kurani dhe më përgëzoi për të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Allahu pajisi zemrën time me fenë islame e unë ja tregova lajmin e priftit të Busras. Ai u gëzua pa mas dhe ky gëzim pikasej edhe në fytyrën e tij. Pastaj dëshmova para tij se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se vërtet Muhamedi është i dërguari i Allahut. Isha i katërti që pranova Islamin me insistimin e Ebu Bekrit. Kur dëgjoi familja dhe farefisi i djaloshit Kurejshit se ai ka kaluar në fenë islame, ju duk sikur t'ju binte rrufeja. Nëna e tij më së tepër mi u brëngos dhe u dëshpërua pse djali i saj kishte pranuar fenë islame, sepse ajo dëshironte që ai të mbizotronte popullin e tij, për shkak se ai posedonte karakter fisnik dhe virtyte të larta. Populli i tij nxitoi tek ai që ta kthej dhe ta tërheq nga feja islame, por e gjeti si një bjeshkë madhështore e cila nuk lëkunde dot. Pasi që u demoralizuan duke tentuar që ta bindin me të mirë, atëherë u përpoqën ta bëjnë me anë të ndëshkimit dhe dhunës ndaj tij. Në lidhje me këtë, Mesud ibn Harashi thot: Gjërsa isha duke vrapuar ndërmjet Safas dhe Mervas, kur ja një grumbull njerëzish që e ndiqnin një të ri me duar të lidhura gjertë të fyti, kurse ata nxitonin mbrapa tij duke e shtyrë dhe duke i rënë mbi kokë. Ndërkaq një grua plak e shante dhe i përtiste. Atëherë pyeta: Ç'është çështja e këtij djaloshi? Ata thanë: Ky është Talha ibn Ubejdillahi, i cili është larguar nga feja vet dhe ka pasuar djaloshin nga fisi Benu Hashim. Përsëri i pyeta: Kush është kjo plak e cila i shkon mbrapa? Ata thanë: Ajo është Esbetu bint Hademi, nëna e djaloshit. Pastaj Neufel ibn Huvejt, i quajtur Luan i Kurejshitve, u ngrit dhe shkoi te Talha dhe e lidhi atë me një litar me të cilën e lidhi edhe Ebu Bekr e Sidikun. I afroi së bashku dhe u adërzoi të poshtërve të Mekës për t'ju dhënë ndëshkimin më të ashpër. Për këtë shkak, Talha dhe Ebu Bekr e Sidiku janë quajtur dy të lidhurit. Ditët kalonin, ngjarjet ndodhin njëra pas tjetrës, kurse Talha përsosej, sprovat në rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij rriteshin dhe intensifikoheshin, ndërsa vetmohimi ndaj Islamit dhe muslimanëve gjithnjë shtohej saqë muslimanët e quanin dëshmori i gjallë, kurse i dërguari alayhis salam e quante Talha i mirësisë, i bujarisë dhe i fisnikërisë. Për secilin nga këta tituj ekziston nga një tregim i veçantë që secili prej tyre shkëlqen më tepër se tjetri. Përse është quajtur dëshmori i gjallë? Mësojmë nga ngjarja në betejën e Uhudit, kur muslimanët e braktisën pejgamberin e Zotit dhe me të mbetën vetëm 11 veta nga ensarët dhe Talha nga muhaxhirët. Pejgamberi alayhis salam ngjitej kodrës së bashku me ata të cilët kishin mbetur me të.
Prapa i u vu një grup politeistësh, të cilët dëshironin ta mbytnin. Atëherë ai tha: kush i zbraps këta, ai do të jetë shoku im në xhenet. Talha tha: unë, o i dërguar i Zotit. Pejgamberi a.s. i tha: jo, ti qëndron në pozitën tënde. Atëherë u paraqit njëri prej ensarëve dhe tha: unë, o i dërguar i Zotit. Pejgamberi a.s. i tha: po, ti. Luftoi ensariu gjersa u vra. Pejgamberi a.s. ngjitej kodrës së bashku me shokët e tij, kurse politeistët i ndiqnin pas. E atëherë ai tha: a nuk ekziston njeri që ju del përballë këtyre? Talha nxitoi përsëri dhe tha: unë, o Resulullah. Resulullahu i tha jo përsëri: qëndro në pozitën tënde. Pastaj u paraqit një tjetër nga ensarët e tha: unë, o Resulullah. Resulullahu i tha: po, ti. E ai luftoi gjersa u vra. Pejgamberi a.s. ngjitej kodrës vazhdimisht, kurse armiqtë e ndiqnin mbrapa. Ai përsëriste fjalët e mëparshme e Talha i përgjigjej gjithnjë, por pejgamberi e ndalonte vazhdimisht derisa u vran të gjithë ensarët dhe nuk mbeti askush përveç Talhas, cila atëherë tha: e tani po. Tashmë pejgamberit a.s. ju kishte thyer dhëmbi i syrit, ju kishte gërvishur balli dhe ju kishte lënduar buza e gjaku i rrëdhte në përfytyr. Pejgamberin a.s. e kishte kapluar lodhja, kurse Talha sulmonte politeistët gjersa i zbrapste e pastaj kthehej te pejgamberi a.s. dhe i ndihmonte atij për t'u ngjitur kodrës pak nga pak. E mbështeste atë dhe përsëri i sulmonte politeistët. Kështu vazhdoi Talha derisa i zmbrapsi dhe i largoi ata nga pejgamberi a.s. Lidhur me këtë, Ebu Bekri ka thënë: unë dhe Ebu Ubejde ibn el-Gjerrah kemi qenë larg nga pejgamberi në ato qaste, e kur arritëm tek ai dëshironim t'i ndihmonim atij, por ai na tha: më leni mua e shkoni te shoku juaj, dhe kishte për qëllim Talhan. Në atë moment ne pam Talhan duke i shkuar gjaku rrëke, kurse në trupin e tij kishte mbi 70 plagë të shkaktuara nga shpata, shtiza apo shigjeta. I ju kishte prerë edhe shuplaka e dorës dhe ra në një grop i alivanosur. Pejgamberi a.s. pas kësaj ngjarjeje thoshte: cilin e gëzon fakti që ta shikoj një njeri i cili ecën mbi sipërfaqe të tokës e i cili e ka realizuar besën, zotimin e dhënë. Le ta shikoj Talha ibn Ubejdillahin. Ebu Bekri, kur përmendej Uhudi, thoshte: ajo ditë e tëra i takonte Talhas. Ky ishte shkaku pse është quajtur Talha dëshmori gjallë, kurse për epitetin e tij, Talha i mirësisë, i bujarisë dhe i fisnikërisë, ekzistojnë 101 tregime. Njëri prej tyre është fakti që Talha ishte tregtar dhe kishte pasuri të madhe, e cila kishte arritur në 700 dirhem, kurse ai kaloi një natë i friksuar, i mërzitur dhe i brengosur. Bashkëshortja e tij, Ummu Kulthumi, e bija e Ebu Bekrit, pyeti tek ai dhe i tha: ç'është me ty, o Talha? Mos të ka goditur ndonjë e keqe nga ana jon? Ai tha: jo, vërtet ti je gruaja më e mirë e burrit musliman. Unë kam menduar gjatë tërë natës dhe kam thënë: ç'është mendimi i një njeriu në Allahun e tij, nëse flen e kjo pasuri gjendet në shtëpinë e tij? Ajo e pyeti: çka të mundon ty ajo? Ku je ti për nevojtarët nga populli yt dhe me çtu? Kur të zgjohesh, ndaja atyre. Atëherë ai tha: të mëshiroft Allahu, vërtet
ti je lumtur, fatbardh, bia e të lumturit, fatbardhit. Të nesërmën, posa o zgjua nga gjumi, nxori pasurin nga arka, dhe u andau të varfërve prej muhaxhirëve dhe ensarëve. Transmetohet gjithashtu se një njeri ka ardhur te Talha dhe kërkonte ndihmë prej tij, duke ja përmendur një lidhje familjare që e afronte me të. Atëherë Talha i tha: "Këtë lidhje nuk ma ka thënë askush më parë, por unë kam një tokë të cilën Uthman ibn al-Afni dëshiron ta paguaj 300.000. Atëherë, në qoftë se dëshiron merre atë, apo po e shes për atë çmim dhe shumën e saj po ta jap ty." Njeriu tha se do ta marr shumën e paguar për të. Talha i dha atë atij. Me gëzim i qoftë Talhas së mirësisë, Talhas bujar dhe fisnik, ky epitet të cilin i dha pejgamberi a.s. I kënaqur qoftë me të Zoti ynë dhe i andriqoft varrin e tij.